Përshëndetje të nderuar miq. Protestat deri më sot ka treguar që nuk ka fuqinë e mjaftueshme në mënyrë paqësore ta largojë kryeministrin Rama, i cili dita ditës ka filluar të zgjedh rrugën e forcës. Sigurisht nuk qeveris ai, qeverisin ata këshilltarët e vet gjuish, të cilët i kanë sjellë edhe forca speciale të tipit Irgun, kur i ndërtuan kundër palestinezëve, për të goditur dhe për të mposhtur lëvizjen popullore kundër tij. Pra, protestat e qeta popullore menduan se kishin përballë një njeri me arsye, siç ishte paraqitur ai deri atëherë, sepse ai si gjarpri, sepse si gjarpri janë dhe ata që e këshillojnë, edhe si gjarpri kanë vepruar gjithmonë ta marrin pushtetin në çdo vend të botës ku ata kanë fuqi dhe që janë mbi 1%. Mirë po, tesh e Zoti që pak me vonesë po populli shqiptar u zgjua dhe shërbeu ngjarje atje në Vlorë, në Zvërnec, dhe tashmë duhen ndruar taktikat, sepse strategjia ngel edhe njëjtë. Largimi i Edi Ramës, largimi i majorancës, pastaj pra prishja e parlamentit. Ky parlament pas largimit të Ramës mund të ndërtojë një qeveri tranzicioni në marrëveshje dhe në mirëkuptim, në qoftë se përsëri ka ndonjë shpresë që Rama mund të largohet. Qoftë se ai nuk largohet, pastaj ai është duke zhytur vendin drejt luftës civile, drejt forcës. Populli mund të provojë, populli në shesh, mund të provojë mënyra të tjera, mendoj unë. Duhen 15 deri 20 padroma, qofse dalin nga populli pronar padromash, të thonë që po, unë e vë padromën time për disa ditë atje, nuk kam nevojë për ta në shtator, kur filloi dhe parlamenti dhe institucionet, dhe një komision shumë i ngushtë. Njerëzit duhet të di datën dhe të komunikojnë në mënyrë personale dhe të organizojë sjelljen e këtyre padronave nëpërmjet disa rrugëve të lejueshme, dhe mjafton të bllokohen këto vende. Rruga e Elbasanit, ke xhamia ku ngjitesh për ke parlamentit, mos hyj asnjë makinë. Një padrom do vihet lart që ke rrugë tabakëve para derës së parlamentit, në krah të shoqatës persekutuarve, për të zënë rrugën nga ura tabakëve, me qëllim që të mos bllokohet atje ke ura tabakëve në hyrje, sepse bllokon trafikun e njerëzve. Njerëzit lëvizin lirisht në lan. Populli lëviz lirisht. Pra, këtu duhen vetëm 3 padroma. 2 ke xhamia, me atë skrepin e nxjerrë përpara, të bllokojnë rrugën që mos kalojë asnjë makinë aty. 2 padroma duhen ke qendra Toptan, që mos lejojnë që asnjë makinë mos vijë që nga kinema Partizani, nga rruga George Bush, për të shkuar ke parlamentit. 2 padroma aty përballë atyre argjendarive, të bllokojë rrugën atje. Mos lejoj. Një padrom tjetër duhet këtu që vjen nga pedonalja, ta bllokojë dhe aty rrugën, mos hyj asnjë makinë. Dhe njëkohësisht 2 padroma të tjera ke semafori, ke Ministria e Mbrojtjes, që hyn për ke pedonalja. Dhe atje të ketë një bllokim me 2 padroma. Pra, duhen 5, 6, 8 padroma deri tash për ta bllokuar gjithë rrugën e parlamentit. Duhen 2 padroma, 4 padroma në hyrje të nga ura e para Hotel Dajtit, ura e madhe e Lanës, që hyn për në drejtim të kullave binjake dhe kryeministrisë. 4 padroma atje, të mos lejohet të kaloj asnjë makinë aty nga këto të kryeministrisë dhe të kuvendit. Duhet
4 padroma të tjera poshtë në Pallati i Kongresit. Pra 8 edhe 7, 15, pra rreth me 17-18 padroma ose dhe kamionat kombinuar, mund të bllokohet dhe të paralizohet kryeministria, kuvendi dhe parlamenti. Në qoftë se do të jetë nevojshme, mund të bllokohet edhe radio televizioni shqiptar, që mos kenë mjete propagande këta për të bërë lak në përbot. Dora dorës pasaj mund të bëjnë dhe veprimet të tjera, po këto me 20 padroma ose kamiona mund të bllokohet, të jenë të mbushur me zhavor kamionat kur të vinë, që të mos kenë mundësi të tërheqin me asnjë gjë, edhe të bllokohet rruga. Kjo bëhet me një organizim shumë sekret, ku vetëm ata që do më shkruajnë mua në inbox dhe që janë të gatshëm që kanë padroma dhe kamiona të vinë t'i lënë ndoshta 1 javë, 10 ditë, 2 javë aty të bllokojnë rrugën të ngarkuar me zhavor ose me ndonjë material tjetër të rënd inert, dhe të më shkruajnë mua në inbox këtu në Facebook, dhe pastaj në bashkëpunim edhe me pak fare njerëz të tjerë që unë kam besim atje ke protesta, mund të lem një datë që në mes të natës t'i bllokojmë të gjitha këto që tham, dhe asnjë makinë mos hy këtu. Kjo do t'ishte shkalla e dytë e mënyrës së protestimit paqësor për ta detyruar palaçon e Surrelit, shuraqin e 21 dhjetorit, të përkëdhelurin e sorosianëve dhe sionistëve nga pushteti. Bëni komente sa më shumë këtu në statusin tim për të shprehur mendimin tuaj. Shtatori duhet të jetë bombë. Duhet ta detyrojmë që t'i marrë dhe ata sionistët që shërbitin grupet e tepelenzve këtu, e çfarë janë këta policët që janë mbledhur këtu, këta komunistët që vrasin nenën dhe baban për të vjedhur Shqipërinë, do t'i bëjmë t'ja mbathin edhe të zhduken të paktën 10 vjet nga Tirana. Tung tung.